neve nuk ka problem që na kanë sundu, na kanë shkaktu shumë masakra. Është problem që na kanë mësu me urrejt. Ky është problemi më i madh. Edhe këte nuk mund me ofal. E din pse? Ju e shini, unë kom qenë trener në Maqedoninë në konat më të vështira. Këtë sloganet që i bonin kundërshtar tanë të ekipeve tona, nuk du me hinë ato. Ishin slogane më të ndyta. Nacionaliste. Dhe i shajnë motrat, i shajnë nanat, i shajnë, po kur lunin ata mes vete nuk e shajnë është. Nuk ndodh. Vetëm kur luajnë me shqiptar. Me shqiptar. Edhe tash. Atë kulturë, ato shamjet në stadiumet tona ndodh që i shajnë motrat. Shqiptari nuk ka bo asnjëherë këtë. Mi këprit s'ka qenë gjithmonë shqiptari. Edhe në këtë kulturë tonë duhet me bartë edhe në tribuna. Tifozërit me ushty me slogane, jo me ofendime. Këto për motra trajneru në vetë kom pas eksperiencë prej intelektualve, besa kom pas eksperiencë lidhës në stadiumi. Genta, ndigjo, shqiptarët nuk e kanë adet me shajt. Valajnë. Kjo kulturë e rivalitetit mundet në format ndryshme me u shprej, me slogane. Mundet në u shprej, po... Se kam pas tu i adet me shajt. Se kam pas. Se kam pas, po e kam po. Jo, se kanë pas, së është në kulturën tonë ajo. Atë kjo është imitim. Unë në një, sa ma afër kufive i shes sloganet e... Janë edhe dy gjona shumë në rëndësi me i cek. Para vitit 99, tifozëria ka qenë shumë ndryshe. Mendoj që kemi qenë shumë atë bashkë